Promovohet në Boston dokumentari kushtuar Sotir Panit. Pas shfaqet në qytetin e Worcesterit të dokumentarit kushtuar dardarit Sotir Pani, kisha Shëntrinia në Boston ishte stacioni i dytë në diaspor ku promovua dokumentari Pan patriotizmi shqiptar Sotir Pani në gjurmët e të parëve. Ky promovim është organizuar nga shoqata dardare Dega e Vatës në Boston dhe kisha Shëntrinia si dhe familja Pani. Jo rastësisht, ky dokumentar u promovua dhe te kjo kishë Sotir Pani ka hapur dhe ka pasur një lidhje të ngushtë si me kishën e Shëngjergjit dhe me kishën Shëntrinia. Takimi e hapi zoti i shtëpisë Peshkopi Theofan Koja, pastaj përshëndeti Andrea Pani, djali i Sotirit, i cili është aktiv dhe mban gjallë frymën e stërgjyshit dhe gjyshit të tij patriotëve të shquar Josif e Vasil Pani, si dhe babait të tij Andrea, i cili theksoi më pas se duke ecur në gjurmët e teatrit kur erdhi në Amerikë u lidh ngushtë me këtë kishë ku shërbente Irsia Ilia Ketri. Ai përmendi dhe besimtar të shquar që kanë ndikuar tek ai, po që nuk jeton më. Mentor Maksutaj, kryetari i Degës Vatës në Boston, kishte përmendur në kumtes figurën e Vasil Panit, mik i ngushtë i Nolit të Konicës, për vite me radhë kishte kryer detyra të rëndësishme në Vatës si arktar, sekretar, kryetar, ndërsa restoranti i tij ka qenë një qendër e rëndësishme ku mblidheshin vatranët. Ai përmendi dhe fjalët e Nolit ku Vasili ndroi jetë. Vata po të mos kishte qenë Vasil Panin mund kishte vdekur me kohë. Këtë e thonë miqtë e Vasilit e pranojnë kundërshtarët e Vatës. Memeli, autori i këtij shkrimi, theksoi miqësinë e hershme prej 50 vitesh me Sotir Panin, në cilën ka përgatitur edhe 2 dokumentar në Shqipëri. Ai u ndal në disa vlera të Sotirit, nuk u përmendën dokumentar, duke qenë me disa detyra sekretar kooperative në Varnisht të Vollit, shef bujësi në Korçë, zëvendës drejtori i institucionit Bektorisë në Tiranë, ai mbronte njerëzit që mund ta personin nga regjimi komunist. Pjesëmarrësit ndoqën pastaj dokumentarin, i cili është bashkëpunim i televizionit Koçër me gazetare Erjona Pambuku.